Dhe këtë që pa në andër, Ibrahimi a.s. pa u hamendsuar fare, ja rëfën birit e tij. Ja buneje, inni ara fil manami anni adhbahuk. O biri, pra forma qysh është shprehur Ibrahimi a.s. për birin e tij Ismailin, tregon se ai kishte kulmin e dashurisë së tij. O biri, Po e pyet për një gjë që unë po të tregoj se kam parë në ëndër që jam të bëj ty kurban. një element i fuqishëm i prindrimit. Po. Pra s'mund të jesh prind i mirë në qoftë se autoriteti yt shprehet me një distancë përballë fëmijës. Edhe kur ishte i frymzuar nga Zoti, diskutoi me djalin e tij. Edhe i tha, pra vendimin e Zotit po e çet tavolinë me diskutuar me djalin e tij Ismailin. Edhe përgjigjja e tij ishte djali i edukuar nga një i dërguar. Ai tha o birem, ky si ja ktheu, ja abati fa'al ma tu'mar. O babajem, ai tha o birem, ky tha o babajem. Pra ne fëmijëve tonë, kur thom paja këto, hec këto, harrojmë të thojmë paja këto djali im, evladi im, loçka ime, zemra ime. Harrojmë t'ja u bashkangjesëm këto nofka ledhatuse që në pjesë e shprehjes së dashurisë për evladët tanë. Ibrahimi a.s. e mbolli këtë edukat, e tregoi si duhet të jetë një prind me evladin e tij. Me gjithë faktin, përkundër faktit që tashmë është t'u ja rrëfye një kërkesë prej Zotit të tij që ishte, si tha më herët, e pazakont. Tha, unë po shoh që ty duhet me të bë kurban. Ja abati fa'al ma tu'mar. Mori vendim bashkërisht që edhe këtë ndoshta ne nuk do ta bënim. Po. Kush jeti që të pyesun ty? Po normal. As më tepër që të vinte mesazh nga Zoti. Tash së pari vendimi që do duhet të zbatojë ndaj personit të dytë, ky personi i dytë për momentin nuk ishte ende i graduar në gradën e profetit. Që të ishte ekzekutim i pa diskutuar, domethënë. Po ky ishte profeti i Allahut dhe ky e kishte të domosdoshme ekzekutimin. Mirë, po ky që ekzekutoi urdhët që binte urdhrin mbi të, pra nuk ishte i dërguari i Allahut, ishte fëmijë ende. Por ai ishte i edukuar nga i dërguari i Allahut dhe i tha: "O babajem, ti bë çfarë të duash. Ti bë çfarë të duash." Tefsirologët kanë vërejtur një shprehje të çuditshme, ku Ismaili a.s. ka harruar vetveten e tij. Nuk i ka thonë, o babajem, ti bë me mua çfarë të duash. Po ti bë çfarë të duash. Pra, është një ndjenjë e harrimit të vetvetes, përballë gatishmërisë ti përgjigjet urdhrit të Zotit. Jo me mua, babajem. Mos më bëhe hesab që unë jam djali yti. Ti urdhën e Zotit çoj në vend.